Me mbroma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tunin Këshia Show. Faleminderit shumë publiku që gjithmonë i kem prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tanë atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë. Është Abozaj Electro Group që bën instalimin elektrik për objektet apo shtëpitë tuaja. Gjithë ju që doni me pas një instalim shumë të mirë dhe të shpejt, lajmëroni tek Abozaj Electro Group. Faleminderit, do të kitje pak nëse doni se është sponsor vendor. Është çoj Madox. Përsëri kom filluar me përdor se kështu i bën shumë killa. Gjithë ju që po e shihni këtë moment e këtë emision, përdorni se është mjaft i mirë edhe ta up, me të vërtetë ta up apetitin. Provoni edhe nuk e besoj që keni më zgjënim. Faleminderit shumë Madox, do Artokiti sigurisht. Është skiftera, sigurim fizik dhe me kamera 24 orë, skiftera security për ndryshe gjendet në Ferizaj. Faleminderit shumë pronorit Besim Bislimit, do Artokiti pak më shumë për to. Si dhe Shara kompania që ka rregullu skenografin tonë dhe ka zgjeru, faleminderit shumë Besmilit edhe Fitimit, duart të kite shumë e mëdha për ta. Shikues të dashur, sonte do të kalojmë në një temë krejt tjetër, do të flasim për luftën edhe pas luftën. Për me diskutu lidhën mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një komandant, një ushtar të vërtet të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës. Nuk është milioner siç jeni mësuar me pa. Ai jeton një jetë krejt normale, jeton një jetë si na, por ka merita të jashtëzakonshme veçanërisht në rrosat e Koshorës apo në betejën e lavdishme të Koshorës. Vjen nga una ime, nga Kamenica, robustësi i Kamenicës. Me neve sonte është zotëri Naser Vllasi, komandant Kobra, e ftym me dorëgitë të mëdha. Pak më shumë se është i juni. Hajde Kobër. Faleminderit shumë që erdhe, më mbroma mirë se erdhe. Dorëgitë edhe ne ta lirojna pak se është i onës tame. A ka orë jam atë sonte ajo. Me çonta me. E pse të bet emri Kobra? Dhe atë shtëpi e kumë po dhe me ndihmën e familjarëve dhe miqve amerikanë, po edhe të bashkëluftarëve të pastër. E pas keni shaj interesante qëto për dzej? Komu në këtë disa shaja... Që këtë ofër plamurit amerikan? Këto janë shaja të cilat mi kanë dhënë si dekorata miqtë partnert e ushtrisë amerikane. Dekorata nga ushtria amerikane? Nga ushtria amerikane i kom dhe janë njësi elitare. Njësi elitare e Amerikës? Apo guxon me mojtë, dhe mund ty ta kanë dhomë? Po, si jo çdo kush e mbon këtë? Po, une për kur është në pyetje ushtria amerikane, tash për tash është edhe vetmja e cila i besoj dhe jam i gatshëm edhe të sakrifikona për ta, nëse e kërkon nevoja dhe nëse i plotësoj kushtet sipas tyne. E pse Kobra? Kobra ka, domethënë na e dim që është gjorë për një helmushëm. Kobra këtë kod e ku morë pikërisht me 11 prill të vitit 1999 nga Gim Ramadani, para se më nis për në ras te kazerma që e kemi marrë një ditë më parë nga ushtria serbe. Ku kemi qenë meritor në Kobrat, cilë jemi futë të partë në objekt, i vetëmi do me thonë prej komandantëve, kom qenë unë dhe ushtartë e Kobrave të partë, pastaj kanë arritë dhe tjerë. Javlin me përmen me emra, Dzaj Qela ka qenë para me, une dhe Arif Maloku, ku objektin ja kemi dorëzuar policit ushtarak, pasi që është marrë krejt Beko Osmanajt. Po, Kobra në di që ti ke posë rrëll kyçë dhe t'ja zakan shumë në betejën e Koshorës, po kush ka qenë njeri u kryesori i Koshorës, e kemi posë shumë komandanta të fillu prej Isem Berishës, Nasim Haradinaj, a ka posë ushtara bura këtë komandante një kom? Po, tash pas luftës në përgjithësi, ata që kanë pas dëshirë ma tepër që të paraqiten dhe të ekspozohen dhe të prezentojnë zhvillimet e luftës, fatkeqësisht i kanë t'i kalu edhe rolet e veta që i kanë pas ato pozita komanduse, ku fatkeqësia më e madhe është që ata flasin edhe për nivelin e Ministrisë të Mbrojtjes së Shtabit Suprem. Po gjithë në përgjithësi, gjithë këta komandanta. I vjonën për Fadilin, për Antonin? Po, se këta duhen të flasin deri në rolin e vetë komandus, që kanë qenë komandantat bataloneve edhe
edhe disa tjerë që janë më të vogël. Mirë po tash është edhe një fatkeqësi e madhe që këta po mundohen të krijojnë dhe ekipe të ushtarëve, cilët i propozojnë në për emisione dhe i përgatisin çka me folë që të jenë më besueshëm. Në fakt, nëse bazohemi konkretisht në luftimet si janë zhvillu dhe nëse ju kishit me i verifikue kush e flet vërtetën dhe kush gënjen dhe cilët gënjen kuptohet, këta që unë bo milioner dhe profiter pas luftës, ata nuk ishin me pranue me ardhë në zonën ku zhvillu luftimet, se flasin për disa luftime ku kanë qenë me kilometra larg, ose ditën e luftimit kanë ujtë më gjetë në Tiranë ose në Koks. Mos të flasmin Baramcorën, Papaj, Po kush e ka njeriu kryesor i betejës koshore sipas juve? Për komandimin edhe zhvillimin e operacionit, shefi i grupit operativ 3 ka qenë sipas pozitës Agim Ramadani. Komandanti Rustem Berisha ka qenë simboli, do me thonë, i GO3-shit, edhe pse... Çka do të thotë GO3-shi? Po, GO3 kanë shëndrua këta se këta, do me thonë, kanë pas frigën se do të pengohen nga shtabi i përgjithshëm, edhe pse nuk ka pas konkret në i penges, mirë po është kërku nga ta që këta të kalojnë në çfarë do emërimi tjetër, po mos të veprojnë si brigadat cilat kanë qenë themelume nga Ministria e Mbrojtjes Republikës të Kosovës në vitin 98, nga Ministri Ahmet Krasniqi me kabinetin e vetë. Ato kanë qenë brigadat 131, 132, 134 tjera, po këto kanë qenë më të cekta. Po ju konkretisht a keni qenë ofër kër është vrarë ditën kritike Agim Ramadani apo komandanti Saliqiku? Ditën kritike kur është vrarë Agimi, unë kom qenë, do me thonë, zbashku me Agimin që nga mëngjesi prej kazermës kur i miniz në ras dhe deri në pjesën me Bioplaz, gjendet atje një rrugë, është rruga e Brakeve i thojnë dhe shkon Bioplaz, mbi Zhare, se në Zhare kanë qenë njësia komanduse cila ka komandu me operacionin e ushtrisë sërbe, ushtrisë jugoslave, ku kanë pas dhe një tokë të minaesave në plaz. Mirë po, pasi rrethonat dhe zhvillimet e luftimeve kanë qenë tilla nga Agimi është nda vetu me mua, se tash ju në bëha dhe ushtartë më të dishum se na komandantat cilët i kemi rujt gjonat aty për atë sekrete që dohet. është kërku nga une, nëse je i gatshëm të futesh në plazë se si duket Antoni nuk do të vinë me delta forcat, edhe pse ka pas detyrë. Antoni nuk ka ardhur edhe pse ka pas detyrë? Detyrë ka pas Antoni në këtë moment është gjetë te proi gushave në varrezat e Kosharës tash ku janë. A i djekje që ka dezertua, që ka përdojnë? Dhe atë tokë të minahesave A i djekje dezertem? Jo, kjo nuk i bjenë se zhvillimet e luftimeve kanë qenë tilla, mirë po a i duhet të flasin pse nuk ka ardhë dhe pse plani ka qenë që a i të marrë oplazin, na të marrë Mizharit, krahu i majtë dhe i Antonit me ushtar, ku ka qenë me numër mbi 30 veta, na kemi qenë atë ditë 17, 6 kobra dhe tjertë me Agimin kanë qenë... Me datën 11 prill? Me 11 prill kur ka ra Agimi. Pa keni dyshime Kobër se shpesher i kom pa kështu në për intervista njerës tojnë që komandantat më të mirë tonë të ushtrisë lirimtare të Kosovës janë vrarë pas luftës. A keni dyshime mbi vrasjen e Agim Ramadanit edhe Saliqikut, jo personalisht? Asnjë luftë nuk është e pastër të dyshimet gjithëherë ekzistojnë, mirë po të personalisht unë për ditën e 11 prillit nuk kam ndonjë dyshim. Për vrasjen e Agimit s'ki dyshime? Momentin që mi ndahet, do me thonë brenda diku 20 minutave pastaj
Pasi kemi arrit në mbrëmje Moterjek, ndëgjoj se është vraka ra dhe agim Ramadani dëshmor nga Saliçeku kemi ndëgju. Saliçeku ju dha lajmin që ka ra agimi. Po, se na e kemi pas problem se dhe bateriat e radiolidhjeve na kanë lënë, jënë arxhuar dhe jemi dashur. Po për vrasjen e Saliçekut a keni dyshime? Te vrasja e Saliçekut për mua është shumë e dyshim të dhe Shefqet Mustafës, se nuk janë të rjek trupat. Prej kujt janë të rjek trupat? Prej komandantit cili ka qenë lartë dhe ka zhvilluar luftime atë ditë. Si që kam dëgjue unë, ka qenë atë ditë do me thonë për herë të parë që është pa e nga ushtarë tjerë, cilët të regojnë pas luftës, ka qenë Fadil Haderxhonaj, Bjeshka. E që ka bëdëni me thonë për toje, po keni dyshime në ta? Une, po du me thonë, për mu është dyshim se milion trupat, pse mos më të rjek trupat gjatë zhvillimit luftimeve. Pra ju po thoni që Fadili ka lënë trupat? Po normal, Fadili ka qenë 2 metra, 3 afer e ronë, letë, Fadili edhe vete pranon që ka qenë afer 2-3 metra, kur ka ra Saliçeku. Pa e tha që s'ka mujtë me të rejkë? Po, për mu kjo punë është shumë e dyshim, se nëse jam 2-3 metra ose 10 metra para ushtarit apo komandantit vromë si që ka qenë Saliçeku, atëherë si është e mundshme unë të rriqna dhe të alo trupin vetë. Unë nuk kisha me i lonë trupat pa u të rjek gjatë luftime. Për trupin e Shefqet Mustafës unë e kom dëgjue shumë vonë. Edhe ata kom dëgju për Nasim Haradinajt, i cili patar në natë, tentimin e parë, nuk e kemi bërë të rreqen, ata e dim se. Unë e kom lëvizi i pari në përborat natë, dhe e din që është hapë zjarë, dhe nga pozicioni i mitrolezit Turqia Sërbe dhe nga pluma nga një, do me thonë snajperik me pajisjet natës, me turbit natës që i përdorim. Mirë po, me qenë se sakt se kemi ditë vendin ku ka raj, së është bo të rreqja. Të rreqjen e kanë bo pastaj në mesin e tyne ka marrë pjesë edhe ushtari jam isni Rama Raketa, mirë po është meritor, është një Bajram Beqiri, sa di unë i Mitrovicës. A i ka të rejkë trupin e Shefqet Mustafës edhe atë Saliçekut? Ajo është meritori po bashkë. Ata duhet të flasin si e kanë të rejkë. A trupin e Saliçekut unë e kum të rejkë personal. Mirë po e ka kriju e një huti me një emision Nasim Haradinaj që ka sum ka ardhë mu mireq, që ka thonë se trupi pikërisht të ju. Trupi i Saliçekut është të rjek mbi trupin e Shefqet Mustafës. Është e vërtet kjo? E ka thonë të onë Nasimi? Po, e ka thonë të ju, se trupi i Shefqetit, do me thonë, ka qenë një pozicion këtë tjetër në drejtimin ku ka ra dhe agim Ramadani. A Saliçeku ka qenë në pjesë më të lartë, në atë bjeshkën e gomureve, që e njomina aty dhe se një ditë për para, se Nasimi edhe se si cili komandant duhen të flasin me data. Një ditë për para, kur thamë. Se Saliu ka ra me 19 prill, me 20 prill. Ka tentu Fadil Haderxhonaj gjithë ushtarët Kobrat. Unë s'kum pas shumë, kanë qenë 5-6 ushtarë, thyrjen e kufirit i kum pas 10 dhe do të qeli ditarin, do t'ja përmeni emrat, se të është pas lufte i kanë regjistru mbi 3.000 dhe në koshare. Mirë po, trupi i Saliut është tentuar të rriqet ditën e dytë nga Fadil Haderxhonaj me gjitha njësit ku i ka pas mbështetje nga Prapavia, pjesa e ujezave dhe delta forcat e ketë, dhe une nuk ju kum bashkan gjitë për shkak që kemi pas një mosmarrveshje ditën, natën e rënjes, kur më ka tregu se është vran një ushtar. Gjëja se ushtari rëndësishëm, ajo më ka prek mua dhe kum hi natin personale dhe kum thonë nuk pranoj me të rjek, me qenë se po cilësoni ushtar të rëndësishëm dhe jo të rëndësishëm Irake që ka. Ditën e tretë Fadili ka pas një korekci. Mirë po aty ku ka thonë Nasimi se është
mbi trupin e Shefqet Mustafës nuk është të vërtet. Po shpesher kemi po që ka posë dhe me thonë edhe pas mirë po, ditën e 20 prillit, Fadili fakt është që për me shku të trupu i Saliut, ka shku në pjesën ka roe Shefqet Mustafa. Tash, une për këtë Shefqet Mustafa Musliu? Shefqet Mustafa Gjugaxhini. është i fshatit të Nasim Haradinit, fshatit Vëllxhan, dëshmor që ka roe të njëjtën ditë diku një orë para Saliçeku. Jo vetëm luftë, por edhe pas luftës. Edhe Saliçeku ka roe dëshmor në tentim të rrjeqjes trupit Shefqet Mustafës bashkë me kanë tentuar me të rrjek me Fadilin. Kubër, edhe pas luftës, edhe në luftë, por edhe pas luftës, domethënë ka pas një farë shtyje, një farë kasafytje ndërmes veti, ndërmjet shtapit përgjithshëm të ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe juve që keni qenë vi institucionaliste, kështu na për debate, domethënë për rolin e tyre, domethënë, cili ka qenë roli i tyre, domethënë, kush ka merita më shumë sipas juve? Anton Çuni, Fadil Handërgjunaj, apo Nasim Haradinaj, edhe Isem Berisha? Këtu s'mujmë tash të flasmi për meritat, se tash si cili komandant, si cili pozicion e ka rolin e vetë. Për pozicionet, kush mirë po, tash për derisa e përmenti Fadil Handërgjunin, Fadil Handërgjuni ka pas rolin komandus, mirë po nuk ka marrë pjesë çdo ditë dhe çdo natë pjesë në luftime ballë për ballë, ose ti deportoi forcave serbe në Prapavi. Anton Çuni ka pas në përgjithësi mas datës 12 prill në Ujeza. Ujezat janë territor i Shqipërisë, një lartësi mbi detare dikun është 1400 metra, edhe ato kanë qenë njësit me na mbështet neve njësive në thellësi që jemi në ballore. Nasim Haradinaj ka pas detyra tjera me djemët e Shqipërisë. Mirë po tash, nëse i mormi, shiqojmi fotografijat e audio-video incizimet që i kanë bo, ato e në përgjithsin Prapavi, nuk e në vijat e para. E pse në me ti që kena po në asë një gjereme, kena po që Milajm Zeka, gazetorin njërë... Milajm Zeka, a i vete... Së vlo me ta po pyte, na bën me ta po pyte. E bën me po pyte, në përdi edhe qka po dënë me bo, a i vetë qka po dënë me vetë, ka da që s'ka po në pyte. Pse s'ka bo gjerime në vijen e parë të luftime dhe të kemi dokumentar si rriten forcat sërbe apo si vjen në një dëshmitar. S'kena po ty kërkon? Vetë Milajimi nuk është unë të frasë mirë për Milajimin, pa i disa ere ka cek, ka thonë se nuk këm pas guximin të futna. A e ka përdorë edhe ma ligë. Në një kapel t'il e këm pas në luftë në Kraci, njësive të ushtrisë sërbe, pikërisht tigrat e Arkonit kanë qenë. E të rapishtë po të me thonë që i ka bo që Isem Berisha? Jo, s'po thëmë po, atë kapel nuk e dio nëse ka siguruaj, edhe me kapel... Apo thu që e konë, nështë ta konë Amerikane se aj, ma i spajsë që e konë Amerikane? Po, në gjyra, une nuk dije, për posë që thujnë ata vetë, kemi pas kontakte me ata apo me këta. Mirë po me sa e di, unë jam njeri ma i besueshmi pas se që kemi pas kontaktet me ushtrinë amerikane edhe tash edhe pas lufte. Do me thonë jam njeri i besueshëm. Pa, a ke po në ushtarë amerikana po marrin që ka po që si ka pejde? Nuk kanë ardhur ushtarë amerikanë po kështu, filma ose kështu diçka. Që është akuzeron me thonë për shembull kanë bojë veç sërbë, ta si ka pejde. Unë këtu të ushtrive që i shoh, çdo ushtri i ka e të ngjashme. Po si unë që i kum pas kapelat dhe i kum dhënë dekor oficerëve të ushtrisë amerikane, apo ata më kanë ofruar mua diçka. Dallohen modelet dhe dallohet... Po që si modeli, a kanë posë në erë Amerikanët? Ka posë në NATO edhe si modeli. Po dhe për nështë ta ka mund më në NATO, si në sërbe? Unë nuk e di, a i dalin të regojnë, po unë nuk e di. Nuk mu i me folë për to.
Po me Kadri Veselin edhe Hashim Thaçin, a jeni takuar në gjatë luftës se ti ke qenë në pjesë e G2-shit? Kadri Veselin unë nuk e mojnë mend kështu personalisht, pse është e mundshme që kemi mujtë mu taku e ndonjëkun. Presidentin, do me thonë, Hashim Thaçin edhe si drejtor ka qenë zavens gjatë vitit 98 i drejtorisë, cilin Adem Demaçi pe i Prishtinës e ka udhëheq. Një natë gjumën e kumbohe në vitin 98, 31 gusht, një shtator në fshatin Drenos Zatriqit, ka qenë Bislim Zerapje, shefi shtabit përgjithshëm ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi ka qenë Recep Selimi. Çka keni folë aty, atë kujtohet ndaj fjalë? Aty është folë si mu organizu sa ma mirë dhe me zhvillu luftën sa ma mirë, me humbje sa ma të vogla, dhe kretë është marrë edhe një vendim atë notë mirë, po ky vendim për shkak zhvillimeve, si ato që thash në plazë Antoni ku gjetë dhe ku na imi gjetë, zhvillimet e bojnë vetën. Unë jam koni caktuar nga shefi Bislim Zerapi, si komandant i një brigadës që me marë përgjithësinë dhe ku marë, me themelu brigadë sulmuse, si në Bosnë që kanë qenë, apo në Kraci. Brigadat sulmuse janë brigadat elite e sene, mirë po zhvillimet e luftimeve me 3, 4, 5 shtatorë në ato pjesë, në ato fshatrat të komunës Travecit e bojnë vetën, dhe ne si shtab vendosmi dalmi komplet zbashku në Shqipëri, ku kemi arritë në Vlahen, nga Vlana kemi vazhduar në Krum, dhe imi konë pa lek, pa financa, pa ushqime mirë, po për ato kanë qenë bazat si në Vlahen, si Shpesherë është vënë më dyshje, dhe me thonë figura e ish presidentit Hashim Thaçi, jo ka qenë larg via frontit, jo s'ka marrë pjesë, jo ka marrë pjesë. Ti si personalisht, si ushtar dhe si komandant, çka mendoni për këtë? Ai ka pas rolin e tij. Unë do me thonë e kum takuar në zonë të luftës, në Drenos Zatriqit. Unë jam një prej atyne që kemi bo furnizim dhe kemi sjell armatim nga Shqipëria dhe në Drenicë. Kom vepru edhe një sitin hekuri në vitin 98. Kom vepru edhe në brigadin 124 Gani Pacharizi në Drenos Zatriqit, ku kom qenë, do me thonë, në ardhjen e njerëzve shtabit përgjithshëm, që ceku me emër, kom qenë komandanti batalonit parë, ku komandanti batalonit parë, do me thonë munges të komandantit brigadës dhe komandantit, zavens komandantit, i zavenson, udhejt. Po, me Musa Smolin, në fakt, a jeni taku në herë, snajperistin e Koshorës që kena pos në misionat? Nuk kum kujtohet mirë, po rrëfimi që e ndëgjoj, bashkë më ka interesu se atë njeri unë nuk më kujtohet, po kështu më duket bindës, po jo, snajperist profesional. Pse? A i tha që ka sill snajperin e ka sill nga Amerika? Kjo është fantastike nëse dikush kishte me arrit me ardhë një ushtar i armatosur me snajper, ose me një ardhë me dëbrezit nga Amerika në frontë dhe mos me pas asnjë pengesë gjatë aterimeve, gjatë kime dyshe për figurën e Musa Smolit? Armët jenë sjellë në forma tjera. Pa ka qenë snajperist burë Musa Smolit? Snajperist profesional janë të rallë. Snajperist... Pa ka morë pjesë luftën e Koshorës a ju? A i thë që pu edhe më konë snajperist? Po, si pas asajna që i spjegon a i ka qenë në Koshare. Mirë, po si pas rëfimeve, pozicionimeve, edhe gjërave që i spjegojnë shumë, jo veç aj, atëre, po më detyron me thonë një rast i këmë thonë, po ta ndëgjojmë çdo ushtar veç e veç, edhe numrin që në shtu,
dalin 80 milion sërb. Çka do me thonë me këto që Musa Osmani s'ka qenë pjesë e dalin 80 milion, jo, du mi veç me tregu konkret. Pa ka qenë në burra s'ka qenë se ushtari jemi s'ka qenë. Po teja ke po, se ti kene shumë koshore. Njësin të mi ju, se... A e takuna e në koshore me do? Se s'ku mujtë me të, unë ku mujtë me taku, se unë edhe shefqet Krasniqin, Hoxhen, ku mujtë me taku. Musën personalisht, me emin edhe si musën e se mojnë. Dhe ti ki më dyshje, se thot pak më herët me bu Jo me dyshje nuk thash. Ai duhet me trigu e ka pas komandant. E tha që ka qenë me Fadilin e ka pas? Pa, normal me Fadilin dhe t'ja mbulojnë që ka qenë komandant, s'mujeni me folë për Musa Smalin edhe Mustumi ku... Jo, vish për të dhe se e kena pos në emision, por. Unë e thash mendimin që snajperist profesional ju. Po, për Kadri Veselin e keni thonë një nga intervistat të jueja që ka qenë, dhe me thonë edhe ka morë pjesë edhe në një farfur me ta quj shiku një, po dhe më thonë shërbimin informative edhe të vijës institucionaliste, të Ahmet Krasniqit, por se pas mbledhjes nostro ka pas pajtim, nuk ka pas... Dërmjet kuj? Mes vijës institucionale dhe shtabit përgjithshëm. Konkretisht kujt? Po, kanë qenë... Ahmet Krasniqi dhe Xhavet Haliti, apo? Normalisht, këto dy figurat kanë qenë kryesore, normal pasojnë edhe tjerat si Azem Sylla. A i takuni me personalisht me Azem Syllin më falë ku për shëf? Po. Cili ka qenë roli Azem Syllin si pas jush? Une rolet vërtet se u pas interesuën atë ku për role, kisha hupë ko shumë. Unë e kumë pas sënimin gjithmonë edhe e kumë pas fokusimin të luftimet të ushtria që sa ma tepër të jam në zonat e luftimeve. Mirë po, gjitha takimet që i kumë pas kanë qenë... Ju ka vizitu një nëse s'ka bëj me Gjeladin Goshin, Plokun edhe me Jakub Krasniqin? S'ka pas mundësi mu me vizitu askush se unë asë në Papa... Në Shqipëri ju ka vizitu? Në Shqipëri po i mi taku të rastit në vendet tjera, por në Papaj kur i kanë bo vizitat gjatë mujit mars 99, unë e kumë qenë në brezin kufitar, edhe kumë qenë me një numër të vogël të ushtarve, edhe pse në thyrjen e kufirit i kam vetëm dhe të ushtarë me mu 11, dhe do të se jesë bërsh se tash po dalin asi që më kishin lakmu në pozitën teme fort, edhe kishin pas qef me konë komandant Kobra, edhe po gjinin edhe gazetarë neje, cilët i quajnë ushtarë, cilët kanë sabotuar luftën, i quajnë me nofken Kobra. Kobra ka qenë një, kom qenë vetëm unë gjatë këtë luftës. Vëzhgimet cilat ju në realizua, kom qenë vetëm unë përgjes. Jo, vetëm du mi përmen në ditarin cili është 999, ditar. Kjo është gjithë Agim Ramadani, këta mu ma ka ofru me 29 nëntor 98, kur ja kemi krye inspektimin. Çka do me thona e 999 që për përmen? Po, e ka blenë qatë vetë. 1999, e janë veç e 900. E ka blenë... E qka kinë këtë ditarët lutën? Në këtë ditarë, në fillimisht, strukturën që ka pas mu zhvillue komanda e kompanisë vëzhguese diverzante Kobrat. Do me thonë... Këto që i ki qume këto, i ki pas luftës apo në luft? Ja, në luft janë edhe në gjyrat, këta mund me quë edhe në laborator, të FBI-t edhe të policisë zvicrane, fornezik, ku dalin tasaj kohë. E qka ki që aty emrat e ushtarë, mujna se mos dalin për kemës tim. Nuk i kumë shkruje se këta e kumë bajt do rast edhe luft. Ja, tha më herët emrat e ushtarë, të lutem. Veç e po që unë po do të përmeni, ato veç këtu është të një togu vëzhgus, që u dashtë mu zhvillu togu diverzant dhe togu mbështec. Po, është me rëndësi në thyrjen e kufirit si komandant i njësis Kobrat dhe Zavenc i shefit të GO3 që të kom qenë unë sa ka qenë Agim Ramadani deri njët, deri me 11 prill. Unë Nasser Vllasi Kobra, Qamil Jasici, cilin e kum pas para pom dhe komandant togut vëzhgus, Zaj Qela, cilin e kum pas para pom komandant të togut diverzant, pastaj Albert Kuqin, sa di e kum pas
komandant për tokën e mbështetjes, ka qenë edhe në thyrjen e kufirit, Demush Gacaferi ka qenë thyrjen e kufirit, në Rama Raketa, cili ka ra dëshmor, jo dëshmor kë nuk ka ra, po bon të rheqin e trupit Saliut. Arif Maloku ka marrë pjesë në thyrjen e kufirit, Fadil Maloku Mërtaja, edhe Beqir Gorqin e kemi pasë me neve. Më vjen keq, po është mirë kanë erë dhe me qitë disa emrat, ato është mirë mi bo analizat në të ardhmen. Komanda e Gjo Treshit i ka pas 6 dyshumt, cilët i kemi sidomos në Tiranë për mu zbulue komplet si via institucionale, si shtabi i përgjeshëm dhe kanë pas synim me bo eliminimin si që nga ka ndodhë dhe rasti me ministrin Ahmet Krasniqi. A më lehen me ftu se sonte kam një mysafir shumë special, se tash kena me dole dhe tek lufta koshorës, kena me full ende, po nuk guxojmë me full edhe për vrasjen e ministrit Ahmet Krasniqi, pa e pas prezent njeriu më të afërt sipas meje, por normalisht edhe sipas juve, të Ahmet Krasniqit, i cili vjen nga ona jon, konkretisht nga fshati Pozhoran, por që jeton në Prishtinë, ka qenë kolonel, ndihmësi i parë i Ahmet Krasniqi, me neve sonte është Fadrami që ftoi me drejtë të tij. Ma shumë sa është i jurin. Në më sire, falënderit shumë qëllë. Do të këtë edhe njëre se kështu si jo buri syna është po në luft kam posë rëllë të jashtëzakonshëm. Me mbroma miserë, falënderit shumë, baca fatë që i rëllë. Po të rasë batë se për i respektit, se kështu i ri, po. Dhe dy që me vi këtu në cilësinë e njëjtë, shpresoj që herën tjetër të vinë si bravo, faleminderit. Kur dush, ti të kem bërsh. Treta e vërtetë. Ta kem bërsh, po. Edhe paspore po vjen mirë që po të shoh se nëse zgaboj me shëndet diçka ke mos. Po kom pas disa sfide për tash inshallah. Shqetësoj zotit, bravo. Kalime. Po kur jena ndëgju, kom pas kënaqësinë kur kam ndëgju që kam qenë aseri po. Më thonë mezi kam prit të vi, ta shoh në një kohë të gjatë se s'e pa, por disa kujtime për kujtime që i përmend në këto ngjarje që kanë ndodhur, një njeri që sigurisht janë aseri është rasti me pas afër me bashkëpunu, po edhe me bisedë. Po, për cili ka qenë roli, tash është keq mi thonë në sy, po sipas juve se ju keni qenë ndihmësi i parë Ahmet Krasniqit edhe njeriu më i afërt. Po tani roli Kubrës. Është vështirë me kuptu luftrat, udhëheqjen e luftrat edhe bërjen e luftave. Zakonisht ne flasim me termine ose zhargone ma shumë kështu qysh ju teket atyne, po në organizimin institucional që ka qenë për vite 90, si mos 98, Ministria e Mbrojtjes e Forcat Armatuse të Republikës Kosovës dhe synimet që i ka pasën për çlirimin e Kosovës janë bërë planet në disa faza. Dhe në ato faza kanë qenë edhe njësit që kanë qenë të subordinume prej nivelit të zonave ose korpuseve dhe njësit operative brigadat edhe më të vogla deri te skuadra dhe individit. Në kuadrat të ministrisë dhe në përgjithësi ekzistojnë edhe do njësit të veçanta, edhe njerëz të veçantë që janë më të aftë për mi bërë disa punë, bile nga njëherë mi bojnë punë më të mëdha se që mundet një brigadë me realizuar. Edhe në seri ka qenë një prej atyre me disa shokë të vetë që ka qenë pjesë e këtyre në bazë të aftësive, në bazë të profesionale edhe fizike edhe morale edhe krejt, që kanë qenë të dedikuar për të bërë disa veprime në momente të caktuara për disa operacione më të rëndësishme të caktuara. Kështu ka qenë edhe roli në Koshar, që ekipet e veta janë pjesë e luftimeve të njësive që kanë marrë pjesë atje, po jo pjesë e subordinimit të komandantëve që kanë udhëheqë, po i bën operacionet dhe i udhëheqin vetë në bashkëpunim edhe në bashkën e ndim, sidomos në mbledhjen, në vëzhgimin, mbledhjen, në përpunimin
e dhonave të forcave të armikut edhe në territor edhe në brenda, që pastaj vinë në shërbim për me bo ekzekutimin e operacionit të duhur. Edhe këto njerëz duhet shumë pak përmenden, edhe në lufta dhe mas lufta, interesant është, po janë për me heroj të vërtet edhe vazhdojnë të jetojnë si të tillë me modestinë e tyre që ka. Bravo, do të vite për kubrën edhe për këtë fjalë të Mazedot. Pasafat, e po para disa dite në televizionin të shtatë nëse s'gaboj, General Kodus Selam me tha që Tahir Zemaj në një farfurme ka dezetu. Cila është e vërteta në fakt? Ka ikë, ma shkurt. Tani, ka dosh zoti që edhe unë t'jom pjesë e këtyre ngjarjeve të luftës që ka ndodhur në Kosovë, mas si të velit në kanë mësu që me shekuj do të bëjmë luftën për pavarësi dhe shqirim nga okupatori sërb, dhe ngjarjet që zhvillu gjatë luftës edhe mbas luftës, më bëjnë pak të dyshim që mos me besu historisë të shkruar të shqiptarëve në të kaluar. Pse? Sepse këtë, mas luftës shumë janë bë njerëz komandanta, shumë janë bë njerëz që kanë kontribu, besa i kanë edhe ngjarjet i kanë deformu, ose i kanë thonë nga konteksti i vetë, pa pas nivel të vetin në udhëheqjen ose në bërjen e luftës, por kanë marrë kompetencat të flasin edhe në nivele më të larta për t'i dhënë një konotacion të këtij tjetër. Tashti, kur është fol, ju e dini me 21 qershor, kur është bërë është ajo betimi i famshëm që njësit kanë hyrë 3 brigadat, mesin aty ka qenë edhe brigada që pastaj kanë Rustem Berisha që i ka marrë në udhëheqjen Tahir Zema në Prapaqan e Durrëzin, ngjarje që në përpol gjithsa herë në veprimet që i ka bërë, që kanë qenë ekskluzivisht profesionale dhe ushtarake, luftarake, do të thotë edhe luftarake që kanë qenë, që i ka bërë njësit brigadat operative të Farkut, të Ministrisë së Brendshmit, ka qenë nivelin më të lartë. Ju e dini që forcat serbe kanë bërë dëbimin e shumë banorëve civilëve, dhe torturat edhe vrasit edhe. Ka ndodhur edhe kjo me lugën e Baronit, ku kanë qenë të stacionuar shumë forcave. Unë kam qenë në Brezën kufitar, Ahmet Krasniqi ka qenë në qendër aty si ministër, edhe Tahir Zema ka qenë në. Ne kemi pas komunikim me telefona satelitor, për një të parë, edhe urdhën për mu tërheqen Tahir Zema e ka dhënë Ahmet Krasniqi për tu kursyer civilet në bashkëpunim me OSB. Ma nuk ka ikë? Absolut, nuk është shonca, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë ka pas urdhër të dislokohet Talleyrand për mos me ardhen, edhe kërkesa ka qenë edhe nga faktori ndërkombëtar që ta bëjnë atë veprim. Si kanë qenë në telefonat satelitor. Po disa njerëz mbas luftës janë bën më vonë shumë të mençur, edhe nuk i flasin gjërat gjatë çka ka ndodhur gjatë luftës, po nga ky ka. Do të thonë që nuk është e vërtetë ajo që ka thënë Kodus Selama. Nuk është e vërtetë se Kodus Selama si ka njoftë fare Tahir Zema. As nuk ka pas qasje me ditën që shotu u zhvilluan ajo ngjarje. Në fundit Kodus Selama nuk ka pas edhe kompetenca, nuk ka kompetenca të flas për njësit ose ngjarjet që kanë ndodhur aty. Po se s'ka qenë pjesë e vizë institucionaliste. Nuk është më rëndësi, ajo është pjesë, ai nuk i ka ditë edhe nuk i di ngjarjet që kanë ndodhur, edhe vjen komanduese edhe planifikimin edhe realizimin e operacioneve strategjike që ka pas Ministria e Mbrojtjes. Sepse këto plane kemi bërë në vitin 98, do të thonë edhe janë miratuar këto plane, edhe nga qeveria, edhe nga Ahmet Krasniqi dhe shtabi që ka ekzistuar, që të bëhet deportimi në 3 drejtime. Unë më vonë kam ia thonë një sekret që nuk e di ndoshta edhe vetë ekzekutuesit e Kosharës, se manipulojnë edhe me këto moderator shumë, edhe televizione, për me thonë kohë e tjera. Fatkeqësisht, se thonë Koshari është pjesë e shigjetës. Nuk është Koshari pjesë e shigjetës. Nuk duhet me manipulu, nuk duhet me gënjyrë. Haka është e vërteta, se krejt njerëzit në Kosovë ka dhënë kontribut për këtë liri. Nuk ka dikush që nuk ka dhënë, mënyrën e vetë. Edhe s'ka nevojë me marrë dikush merita, ose me tentu me marrë merita, ose me shtramu historinë. Dhe më thonë, nuk ka shansa, Koshari është pjesë e vetme, është planifikuar. Vunet me folë Bistin Zirapi. Bistin Zirapi u konë shef i shtabit, ose ma vonë Agim Qi.
Po nuk mund me fol njerëz pa kompetenca, njerëz që nuk e kanë ditë fare, s'kanë pas pjesë ose qasje në zhvillimin e planeve për shtirimin e Kosovës. Faza e dytë ka qenë kosharja me hyrë, domethënë sipas planeve që kena bërë, e dyta ka qenë me hyrë, këto kanë qenë plane me hyrë, unë vetë kom pas ndihmën e G2-shit, kur e kom thënë brigadën, edhe shefit G2-shit edhe Naserit për me bërë depërtimin te drejti unikut 98-ën. Mirë po, pushteti politik atëherë që ka qenë në Shqipëri edhe disa faktorë tjetër të politik nuk e kanë penguar atë mosmarrje deri te nivelli. Kubën? Do janë bërë përpjekje, domthonë reale, profesionale edhe ashtu. A është vërtet që po thatë? Në përgjithësi janë këto të vërteta që ka i tha, se vija institucionale do me thonë ka pas edhe zyrat e veta, selin e vetë, Pra ta e Zema nuk ka dezertu? Nuk ka dezertu e ta e Zema, vërtet është që si pasurit është tërhjek. Unë nuk e ndryshoj kur një realitet që ka qenë i kohës. Dhe urdhëri ministrit Ahmet Krasniqit. Masi u tërhjek, ai ka kuptue tërësisht rëndësin e tërheqjes, se ai ka dosh të pres të shkojnë në furnizimi me armatim, po popullata civile ka qenë rrezik. Ka qenë kërkesë e faktorit ndërkombëtar që Kosova sërbë mos me bëhen, domethënë, krime ndaj Masave. Janë artet luftarake dhe luftat e mëdha. Në luftën e dytë botërore keni 3 tërheqje të mëdha që quhen tërheqje strategjike që ka bërë ushtria ruse edhe në Stalingrad edhe në pjesë tjetër të botës, që në kthyn në fitore shumë të mëdha. Edhe nuk bën me ata njerëz që nuk e kuptojnë. Po kjo edhe u dëshmuar se në vitin 99 na ndodhen ato masakra si në Meje, si në Reçak, si në Postosel. Ata që nuk kuptojnë manipuluan me çështjen e tyre. Shkurtimisht, ikmi pak për temës, kthehemi apet. Çka po ju duket që puna e kolonel, puna e kuvendit të Alburin Haxhiut? Kthehemi përsëri në temë. Shkurtimisht. Tani, më thonë të drejtën, unë kom qenë pjesë politike gjithë. Po, për qëta po të vetë? Edhe jam, edhe tani jam pjesë. Edhe je kompetent për me full, se je që aty? Mu më vjen keq që Kosova në këtë kohë, në këtë shekull, 26 vjetë pas luftës, merret me gjëra aq banale, edhe gjëra aq të parancishme për ego personale ose individuale, ose përfitime grupore për me bllokuar një ecuri që e kena prit me shekuj për me pas një shtet, për me pas një shoqëri më të zhvilluar. Është për keqardhje dhe unë asesi nuk kisha dashur të jam pjesë, shqyr që nuk jam pjesë e këtyre gjërave që ndodh, sepse nëse lufta e dytë botërore ka pasur shkatrime, ju e dini, histori që ndoshta nuk përsëriten. Por vendet që kanë dalë më të shkatruar që ka vit as 20 vjet për me lulëzu edhe me udhëheqën një ekonomi. A do sipas juve Alburin Haxhiu me lëshu, domethënë rrugë? Ato janë taktika që i përdorin partitë politike. Po sipas juve? Mu nuk më intereson aspektit individual. Mu më intereson funksionimi i institucioneve. Edhe nuk bën Kosova me ngel pa institucione për hatër të disa taktikave në grupit ose një individit ose një partie. Se është interesant që partitë politike në Kosovë e kanë prioritet në fuqizimin e grupit edhe partijës mbi Kosovën edhe mbi institucionet e Kosovës. Edhe është e pa kuptimte që mos me mujt partitë politike me gjetë në mesveti me bëj koalicione për të mirat, kur i kena shembullin këtë Evropën ose vot që bëjnë koalicione, domethënë ekstrem të kundërta për me pas ecuri më të tillë. Lejoni sonte e kam një ish ushtar të ushtrisë kombëtare të Kosovës. E kam thuar për me fol për gjendjen aktuale politike në Kosovë. Ai nuk jeton në Kosovë sepse ka qenë i zgënjym nga qeveriset e Kosovës, si aktuale po edhe të kalumet. Me neve sonte është Dardan Krasniqi. Faleminderit shumë Dardan që pranove intervistën. Mirëmbrëma.
Faleminderit shumë, faleminderit. Me neve sonte është Fuad Ramiqi edhe komandant Kobra, por kem të diskutuar për situatën aktuale politike në Kosovë, për ngërshim politik, Dardan. Çka mendoni ju për? Po fatkeqësisht jo vetëm politika në Kosovë, por politika si një mekanizëm, si një instrument që duhet fakt të rregullonte edhe segmentet e tjera të jetës, nuk po funksionon ashtu siç duhet, po edhe politika dhe çdo segment të jetës fatkeqësisht me dhimbje të mëdha nuk është të funksionu. Do shta edhe sot është edhe ma mirë për arsyesit që 2 vite ka marrë me një vend ku thuja nga zgjeja me një klim jo të favorshme, me viku fitare 1300 km që është me Rusinë, me një luftë të moshme që ka me Suedien, ky vend që quhet Finland, e shes se këtu si funksionon shteti, çka është përgjegjësia, çka është dinjiteti moral dhe vlerat, edhe bën një krahasim me Kosovën, me të vërtetë është gënyse. Këto fjalë nuk i nxjerrin nga dëshira, po i nxjerrin nga dhimbja, po edhe shpesh shqiptarët nuk po mujnë me dal nga inatet politike dhe jo vetëm politike, po edhe nga inatet e së kaluarës. Po. Edhe thuja çdo segment të jetës tonë ne kemi bën veç improvizim. Po, Dardan, a ja vlen më mojt dhe me thonë mu bloku institucionet e tha dhe Fuad Ramiqi më herët për një individ saktuar? Po në rrallë parë, demokracia i ka disa rregulla. Tash me qenë se unë kam një afërsi, kam konate motra në kolegën e para, Kosova në këtë historinë e pas luftës e sidomos pas konstituimit të shpallës pavarësisë e konstituimit parlamentit e nxjerrjes sotit matnor prioritet Konstitutës Kosovës, ne kemi pas fatkeqësisht dhe shmërisht kemi pas njerëz që të kanë udhëheq për vendin edhe pse kaluar aty ne ka qenë edhe e navizë e gënarijes, po ne dim se prej atij kuvendit për njerëz që kanë qenë nusët aty në nusët të prokuvendorit të kuvendit Kosovës kanë votu ligjet dobta, kanë votu gjykatë speciale, kanë votu zajednic, kanë votu demarkacion, kanë votu polici, pro nëse nisu për këti kontesti historike, historie nuk bën me harru asnjëherë, Albolena me drejtë e thamë se për të vërtetës nuk frigon rrallë, por Albolena është një aktiviste, një vajzë, një familje që ka dhonë shumë për vendin, një politikone që as nuk ka shit, as nuk ka privatizu, as nuk ka dhonë demokraci, as nuk ka dhonë tendera, as nuk ka pazare me këtë pozitë. Po, a meriton për shkak kësaj, Dardan mu bloku kuvendi për shkak kësaj, a meriton tash? A meritojmë na si qytetarë të Republikës Kosovës mu bloku kuvendi për shkak se domethënë ti ke dhënë shumë merita për vendin? Jo, institucionet unë mas pari duhet ta them atë vërtetën se normalisht përgjithësia realisht i takon lëvizjes vetëvendosje dhe unë si aktivist i saj shumë vjeçar, që kam qenë gati mbi 2 dekada, kam qenë aktivist i lëvizjes vetëvendosje, i cili nuk ka munguar në asnjë protestë dhe në asnjë tribunë angazhim për atë subjekt politik, për arsye se kom besu në kauzat e sajna të drejta që kanë qenë sa kemi qenë në opozitë, ka kriju një farë kontaminimi edhe më thellë politik. Pro, me 51% të pushtetit absolut që ka pas qeveria Kurti 2, nuk është dashur të krijon kësi divergjenca të mëdha dhe kësi diskursi të keq populist politik. Pro, kjo ka dëmtuar tash si rrjedhoja kësaj për ta sulmu pikërisht figurën e Albin Kurtit, jo pse s'ka të drejtë opozita, se jetojmë në një demokraci dhe këtë lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ne si pjesë e saj ka qenë për fjalën e lirë, pro po gjinet pa drejt figurën. Okej, po edhe pyetja fund, po Dardan. Dishta një pyetje tjetër për fund. Veç unë. Çka mendoni ju si ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, domethënë që dëshmitar i Hagës kundër ish-presidentit Hashim Thaçi dhe Kadri Vesilit, ke edhe i arratisuri nga burgu i Kosovës, ku
Ministre e Drejtësisë është Alberina Axhiu e Enver Sikiraçi. Çka mendoni ju për këtë? Atë ka orë mirë kështu kur e ke dëgjuar. Sa dhe nëse më lejon dhe faleminderit për shkak të kushteve që janë kështu, nëse më lejnë pak kështu më shprej pak më gjatë dhe më gjërësisht, në një vend ku gjithë shka ka devalu, pra edhe në aspektin fetar na si musliman e kemi bo fejnë abdes e namaz, por nëse merë abdes e namaz konsiderohet si musliman. Nëse je ushtarë që kës e ke bo luftën e krenarien, tash lejohet me keq përdorën e rria, dhe se e pushtet lejohet me abuzu. Pra na kena një dami që është bo Kosovës me themelimin e gjykatës speciale nuk pritën ma gjanat mira. Pra ajo gjykatë është pa drejtë edhe në asë një shmim, po dhe të bëm të Këshilli i Sigurimit ose OKB-ja në këtë rast gjykatën speciale, faktin që shtetë edhe populli, nëse vrat dikush ke ekonomi lyp hak, nëse vron vetën ekonomi lyp hak, për ne kemi vron vetën në themelimin e gjykatës speciale, në gjykatë pa drejtë rastiste, me përballë luftën edhe ajo ku dëshmohet tash, e normalisht në këtë proces nuk pritet mirë, pra edhe rasti Enver Sikiraçis, edhe ato që ka kalu një ligj me sa kam pa, kam përcjellë politikën aty, edhe ka përmundsu me dalë, edhe nuk është sot që në është opinioni qartë, që dhe merë vesh që Enver Sikiraçi ka qenë dëshmitar. Mirë, po Enver Sikiraçi prej mas luftës ka deponu mira dokumente, ka deponu mira... Po, a keni dyshime, ju si ish pjesëtarë shqiptarë të Kosovës edhe si qytetari i Republikës Kosovës njëkohësisht, a keni dyshime mbi arratisjen e Enver Sikiraçis? Tu e di që ka qenë dëshmitar në gjykatën e August. Po unë jam kështu pak idhëtori së vërtetës e argumentimit, me qenë se nuk kam argument, po me qenë se jenë disa indicje cilat kanë ndodhur, mendoj që mund të ketë qenë qëllim që mund të ketë pos pazarë, ju jeni të pa që na të shumë kënë... Pazarën ndaj kush me ka? Pazarën, kur themi pazarën kush? E ki fjallin kryeministri Kurti ka mund ta liroj vetë që pëshmu? Jo, qërë një kuptoj edhe tendencat e media edhe ditën që mund me qarkullu, po jo, por në gjë. Ju jeni të pa që për shembull një rast me marrë shumë simbolik, Ramush Haradini ke me Fatmir Lime në si pjesë luftës ke bashkë koalicion. Edhe shinisin dalë që shfilloj me njerë ke gjuha e fyrjeve. Ne kena kalu një situatë ku edhe në luftën, edhe gjatë luftës, e dina që shënë konë fraksione, që shënë konë një pardoj bajtarizmi, pra shqiptarët nuk pa arrin me dalë prej i notit dhe në fut në argument. Unë me qenë që s'kam argument, me qenë që kam indicje, po me qenë se argumentet janë se Enver Sikiraçi ka qenë dëshmitar dhe ka depunu deklarime dhe dokumente si pas ti dhe unë kam punu dhe dikon një 8 vite në shërbimin policor të Kosovës edhe ne i dim në të kohë sa njerës kanë depunu. Nuk është edhe rast Enver Sikiraçis. Keni parasysh shumë njerës edhe këtu për jetojnë Finlandë dhe shumë nga e tjera për një marrë letrat, për me regullu statusin me vetë, i kuptojnë asha njerës e kanë posë nevojë për shkak. Po, kanë dhënë dyshime, po. Po, kanë dhënë e çka, Dardan, po, çka për fund, se me që jemi edhe në lidhje Skype, edhe nuk, domethënë, nuk i kemi kushtet aq të mira teknike, për me zgjatë më shumë, çka për fund, çka do ta këshillu Albolinën ti si familjari i saj? A me liru rruga ju? Po, unë jam një farë tipi për karakterit që jam me bo çdo kompromis për të mirën e vendet të qytetarëve. Bravo, faleminderit shumë. Bravo, do ta doni se po thot me liru. Unë jam për jo përveç me liru, por nuk është me fat individ, fati ju si familje që kemi kontribu shumë për luftën, s'me tham për të thurë lavdisja kemi pas bërshat i vendi, po gjithmonë në kanë për mirën e vendit, mirën e kokët, mirën e qytetarëve, njerëz duhet me bo kompromise, njerëz duhet me bo ma gjatë, mirë po me përbylli me këto anë, dhe se lejohet me thonë dhe thonë, fatkeqësisht për në shkon kjo, thashtë një ditë në një debat, për në shkon kjo thënja e keqe, se vetëm disa fjallë të urtë e gjonë në gjuhën tërë popullore. Pra, të shqiptarë për vazhdojnë kjo thënja,
koka hanë, sofra hanë kokat të deshme, politika hanë kokat njerëzve. Faleminderit. Me të kena deficit të politikanëve të ndershëm këtu. Edhe ata të ndershëm që ai kemi po mundohemi përmbajtje. Është një situatë e rëndësishme, uroj edhe i lutna të gjithë atyre që mund me kontribu. Jeta është e shkurtër në Kosova edhe Shqipëria e përjetshme, ja kemi bërsh me ndërtua të vend, ja kemi bërsh me mujt atë doktrinë e therrëve që ka qenë e që du me thonë që kanë pas kur ka thonë se shqiptarë s'mujnë me po shtetë, ose nëse bojnë shtetë s'mujnë me po, edhe qka është të ndodhë kjo që 25 vite mas luftë e jemi të gëzu lirije, jo shtete. Faleminderit lirë, a ke po edhe ke që ndodhë në keshën në jojës, të shkojnë në iman ku jam i lirë. Lirije ka kena të jetu lirë, nuk kena të jetu shtetin. Shteti ende dhe stat nuk funksionon në të mirën e gjithë qytetarëve. Faleminderit Dardan, faleminderit shumë që u lajmëruve. Faleminderit juve, përshëndetje edhe mirë për mysafirët në studio, gjithë mirat e Kalani mirë. Edhe të punojnë fort për atë vend. Faleminderit shumë Dardanite, bravo, notën e mirë, faleminderit shumë Dardan. Notën e mirë. Notën e mirë, faleminderit. Faleminderit shumë Dardan Krasniqit. Rikthehemi tek tema e Kosharës edhe tek ajo që përfitet shumë tek vrasja fatkeqësisht e ministrit të mbrojtjes Ahmet Krasniqit. Po e fillojmë nga Kobra se me kolonelin Fuad Ramin që kemi folë edhe në emisionet e kalume. Kobra, çka mendoni ju, domethënë, pse është vrarë Ahmet Krasniqi, a dihet sa pas luftës, cili ka qenë qëllimi i vrasjes tij? Qëllimi aty ka shumë dimensione, s'është vetëm një qëllim. Tash po shihet që të zbo lufta për një koloneli, një ushtaraku të karrierës, një ministrit një vije institucionale, pajtimit kishë ndodhë siç jënë marrë vesh me gojë dhe t'ishë realizun vepra, nuk ishë dashtë të ndodhë ajo vrasje. Mirë po këtu ka dështu edhe vetë shteti shqiptar, se në shtetin që vritet në qytetari rëndom të lemon një minister i mbrojtjes, ka përgjithësin do me thonë edhe i shtetë, se këtu janë 3 deri në 3 faktorë të influencëruar në vrasjen e tina. Gjithmonë është edhe i brendshmi ku depërtojnë, do me thonë ata që ndihmojnë, ata cilët kanë me realizue operacionin, edhe urdhënësi, edhe ata që kërkojnë tamam e din, se është qëllimi kryesor ka qenë që të vritet një minister i mbrojtjes i karrierës, cili kishte me bojë një luftë të organizuar të mirëfillt me pasoja sa më të vogla, dhe një luftë mbrojtëse dhe çlirimtare të Kosovës, me pasoja me humbje sa më të vogla të popullatës, sidomos edhe civile, po edhe të ushtrisë, edhe po shihet që mas luftës kanë dalë profiter, kanë dalë se ne ka shumë qëllime. Kolonel, ju keni folë edhe më herët për vrasjen e Ahmet Krasniqit. A keni qenë ditën kritike me të, apo ju? Jo, unë kam qenë 13 shtator, kam qenë i burgosur në Kuks, sepse elementë të pushtetit, të policisë dhe të shërbimit, kanë tentuar ta kidnapojnë Ahmet Krasniqin në të pritë. Kush për shembull? Policia e Kuksit, komisariatit edhe elementë. Po komisariat ka qenë edhe Kudu Selami, a ka qenë fajtor edhe ai? Kudu Selami ka qenë komandant i divizionit. E divizionit, a? Edhe në tentim, e kom shpjeguar disa herë, domethënë unë kam ndërhyrë edhe në vend, duke kom leju me ndodh ajo, e kom Okej, po. Edhe ka ndodhur që ka ndodhur, edhe kam vazhdu, kom përcjell në inspektim në Papa, në Barbin. E cili ka qenë qëllimi sipas juve? Edhe jam kthyer në Kolsh, në 17-18 mbrëmje është kthyer në Tiranë, dhe unë kam thënë që ishte me qenë mirë me qëndru aty, sepse kisha një mundësi të sigurisë, por situata politike në Shqipëri ka qenë shumë e rënduar. Ka shumë faktorë ka pasur, dhe ka ndodhur vrasja e Zem Hajdarit,
kanë qenë shumë gjëra të pakjarta, po si duket kanë qenë të koordinume që të ndodhe dhe vrasja me të Krasniqit, edhe të ndërpritet një ecuri e mirëfill për pavarësinë e plotë Kosovës, në një kontribut tamam të mirëfillt, edhe me një marrëveshje, edhe me një profesionalizëm e patriotizëm e morale krejtë do çavinë ato. Që mos ndodha, jo, dhe besoj që qëllimi ka qenë pikërisht që mos ndodhë kjo, edhe është vrarë me të Krasniqi, edhe pastaj ka vazhduar kështu. Është interesant se A dihet vrasja sot e kësaj dite? unë nuk e di, domethënë, edhe besoj që Kobra po kthyer pak Kobra ti? Dijen shteti shqiptar i den i ka gjitha dhe kjo va. Shteti shqiptar e den po thotë? Po dihet, i di. Edhe supozimet ose jo diçka tjetër. A e den shteti shqiptar kolonel se po thotë den? Sipas me i den. Po që ne din se shteti shqiptar edhe eksponentë të shtetit shqiptar për din kush ka pi birra, kush ka ik, kush ka bo pi frontit, shumë gjëra për din, do të thonë ma banale, merren me gjëra banale, fatkeqësisht nuk është marrën me vrasjen e një koloneli, Ahmet Krasniqi, që qenë komandant i generalave të Mavaç. Njëri në historinë moderne të popullit shqiptar nuk ka figurë më të shuar profesionale ushtarake si ka qenë kolonel Ahmet Krasniqi, edhe me prejardhe familjare, rrënë patriotike, kombëtare dhe profesionale që i ka pasur. Edhe kanë devijuar më vonë. Deshta me pyet për rolin e Fatmir Hauklaj Kobën, cili ka qenë roli Fatmir Hauklaj në Ushtrinë Qendrore të Kosovës? A e keni takuar në herë? Unë nuk kom pasë rastin drejt për drejti me të nuk kom pasë ndaj kontakt drejt për drejti me Fatmir Hauklajn, edhe koordinim me ta, se unë nuk i kom dhonë llogari, do me thonë atina, dhe nuk ka qenë ai në zingjirin komanduese. A ka pas rol në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, cili ka qenë roli i tij? Pa i kam mbështet, do me thonë, në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, dhe sa kom dëgju unë në kohën sa kom qenë atje, pjesën cilët ka vlerësuar se e kanë me gjithë zemër ta bojnë një luftë shqiptare për shtetin dhe pavarësinë e Kosovës, ai i ka mbështet maksimalisht. Problemet tjera cilat ka mujtë me pas brenda shtetit me shtetin e vetë, ato nuk e di. Kolonel, sipas juve cili ka qenë roli Fatmir Hauklaj? Nuk e marrë me ato gjëra, ne kemi respektuar në aspektin institucional, subordinimin, ligjet e shtetit Shqipërisë dhe funksionimin ekskluzivisht në avëruar me punë tona profesionale dhe me institucionet e Shqipërisë dhe vazhdimisht. Përndryshe nuk e përmenëm fillim që Naser Vllasi, komandant Kobra, është edhe njeri i afërt apo është, nëse s'gaboj ki Migja Azem Vllasin, a? Agje, Migje, gjithçka. Gjithçka, a? Po. A mundja me thonë kështu ish lideri komunist? Ish lider antar i lidhjes komuniste, ish lideri shqiptarëve në ditët më të vështira të Kosovës, kur gjithë janë ndërzu, ai ka qëndru përballë kasapit Slobodan Milošević me mjete politike, se ai s'ka qenë minister i mbrojtjes apo i ministrisë të punëve të brendshme. Po pse shpesh herë do të thonë ka pos akuza ndaj tij prej ish-burgosërve politik kur kanë qenë student, kanë thonë që haj çka po lëpni më shumë bonde keni, domethënë që kushtetutë kështu. Kam dëgjuar në për intervista. Burgosin politik spari kanë një filozofi staliniste të Mao Tse-tungut, ku ka qenë diktator numër 3 Enver Hoxha, Mao Tse-tungu numër 1, numër 2 Stalini dhe Enver Hoxha. Prej 18 shteteve komuniste dikun si që dione, në enciklopedi, jo që kemi dashtë në familja jone, apo që e dojmi Titon, se na asë se kemi pas baba, as gjak, as kur gjo, i vetëmi është Tito që nuk është shpallë diktator. Prej atyne 18 shteteve komuniste, gjithë tjertë
kanë qenë atë radhitjen. Dhe Azem Vllasi do me thonë gjitha i ka arritë me dije, me merit dhe ka qenë do me thonë shpëtimtar në kohën më të vështirë lidhje. lidhje. Pas luftës, nëse se e kom pas e kom po që ti ke reagu, do me thonë kur është plagues Azem Vllasi i vetmi njeri, do me thonë prej familjes, kështu po mënoj publikisht ke reagu veç ti. Pse është plagues? Po mu më ka ra me reagu se na i kemi pasur detyrat e ndome. A i do me thonë onën politike, onën ushtarake të sigurisë, edhe unë ju morë vesh edhe me antarët e familjes tjerë. Po, pikërisht mos me i dekodu dhe me ja morë gjitha të arriturat e tina dhe kontributin e ti. Se edhe ta shifet që edhe mediat, do me thonë, gjithmonë mundohen me anashkalu Azem Vllasin. Mirë po, në historinë më të re, historia cila është ajo më e reja, do me thonë edhe që do të korrigjohet me dojë mos, se kjo është kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cila do të del vitin 2049, Azem Vllasi do të del për periudhën e lidhjes komuniste, kohës që ka qenë pushtet lideri numër 1. Njëtë si kurse del Ibrahim Rugova, presidenti, që e ka marrë me formu e lidhjen demokratike. Po mos të kishë qenë Azem Vllasi në burg, me siguri që s'kish ardhë në radhë Ibrahim Rugova me formu parti, po e kishë formu një parti demokratike, se mi pasmet malë, sa i përket shqiptarve apo bosnjakëve dhe tjerëve, që ato shtete cilat e kanë kriju Kraljevinën sërbes, slovene dhe kroate, që ato janë që kanë edhe shkatru edhe prish Jugoslavinë. Azem Vllasi kishë pas shumë e folë për Nasir. Për Nasir e kom pasur Azem Vllasi, për s'ka folë për Nasir. Sfolë se a i ka qef për veti me folë, për mu sfolë. E individi, dhe shoqërisë është kur kalojmë në nihilizëm. Edhe gjithçka fillon nga unë. E kjo është dukuri që e përcjellin populli shqiptar në përgjithësi. Në kohrat duhet mi pa gjërat në kohrat që kanë qenë, edhe zhvillimet që kanë ndodhur atëherë, në rrethona edhe globale, edhe rajonale, edhe në tani mundna me dhënë një vlerësim. Vlerësimet që jepen në baza populiste ose ta quajmë në ato nuk janë relevante dhe valide. Ashtu nuk mundna individët të personalizohen edhe të flasin për individ. Po, nihilizmi nuk ekziston, duhet me pasim vazhdimsi deri sot ku kena ardhur edhe ku kena me vazhdim. Kopër, është e vërtetë që në vitin 2001 është vrarë babaju? Po, është e vërtetë kjo është. Pse? Po kjo vetë tregon fakti se Sërbët gjithmonë familjen tonë e kanë pas shënjestër, se familja jonë është një familje patriotike, ku s'ka odë në për trojet shqiptare, që se kanë këndu e këngën e bosnjakut, a nuk e din se ka të bëj ajo histori pikërisht me familjen tonë Vllasi. Pa dijet kush e ka vrarë së 1878. Po dijet ka pas gjykim, do me thonë ka qenë pregaditje për i qarqeve të sigurisë sërbe, po ato s'kanë mujtë me arë para drejtësisë, sërbë lokal cilë kanë marrë pjesë në vrasjen e babës tem, kanë dalë para drejtësisë, janë gjyku një për i tyne dhe ka vdekë edhe gjatë vujtjes në burg, po fatkeqësisht burgin e kanë majtë në burgjet sërbe, marrëveshjet e UNMIK-ut, si që kanë qenë në atë kohë. Dhe kjo detimushin men këta komandanta bateria që në bëhe, pse e zgjodhen babën tem, e nuk e zgjodhen në i babë tyne, masi pas kanë bëhe ka të shumë edhe në bëhe generale, e në bëhe milionera e sene. Son të i këmftu dhe disa shahira vinë prej Gjilanit, prej anës të vënd, dhe më thonë anës Agim Ramadanit, edhe vinë për me këndu disa kohë për betejën e Kosharës. A iftujmë? Iftujmë me neve, son të është Abedin Demiri bashkë me grupin e ti, me dorë të ekipit.
koshore. Shqipon moller komandan tagimi. E po shumë drangoj more oj kish pos me veti krahagimit oj shkon sali qeko. Si luaj edhe vdekja I gjeti. E po kur manzor more vloze nuk e vatoni, zataj doni agim Ramadani. More koma shkan në Kosovë mos me hy. E po vajto, ko ti mos vajto, qoj e kyjet, o edhe shiqo. Shiqo me sy, se si desin, o trima to për ty. O po vajton, e po gjemon mali, oj me zdiqem, o hon bjovatoni. Për këngën e Agim Ramadanit? E kujtojmë gjithmonë kudo që t'jemi, në thonë është një përcjellje në ngjarjeve e historisë të pasur të shqiptarëve në tërësi. Ku për çish dihesh kur e këndojnë Agim Ramadanit? Unë nina mirë, po kisha muni e mirë edhe Saliçeku mu këndu edhe tjerë se shembull një pjesë e oficerëve dhe Agim Ramadani mesin e tyne këta kanë ardhur do me thonë vetëm gjatë luftës, a aktiviteti Saliçekut e disa tjerëve ka qenë I pandërprerë dhe në kohën e lidhjes komuniste Jugosllavisë, cilët kanë rezistuar në format ndryshe për luftës, edhe që e kanë shu lidhjen komuniste të Jugosllavisë bashku me Argjend Mazemin, komitetet që kanë funksionu për komuna. Edhe tash unë nuk jam lokalist sa për këtë vlerë. Do më thonë me kënu dhe Salin, ajo lip me një këngë për Salin, është a e ka? Nave që kënu, Agimi e Sali që të nge.
Po përmend aty në kongagimin e Salive dhe... Po e ka një dokument kolonilit që kisha po shef regjia po. Për koincident, nuk e kom ditën, që do t'jesh, po është përkon shumë edhe çdo oficir kur ka ardhur, domethënë e ka plotsu formularin e vet personal. A mundesh për kamerën me po? Edhe është këtu e ku marr bashkëtakim domethënë. Ka kamerën nëse mos më po. Edhe të Salit Çeku. Po. Domethënë ata vetëm që e kanë nënshkruar dhe e kanë plotsuar si pjesë e rrjedhave. Edhe kamerën nëse mundesh edhe të basës fat. Se kam qenë domethënë ndërsi i pari për personel dhe mobilizim. Dhe sinqerisht nuk e kom ditë që do t'jetë konga për ato dy, po që... Nëse mundesh edhe basën fat me... Domethënë që ekzistojnë dokumente autentike. Janë datat e mobilizimit. Datat e mobilizimit, krejt një histori e tyre, domethënë edhe të familjes edhe gatishmërisë, edhe në fund që kanë ra herë i kish me koshar. Domethënë si dëshmorë sot janë heroj të... Në shkrimi është i tyve i ty? Po i tyne, jo i tyne në tyne. A nërë për... Në shkrimi është i tyre, krejnë dokumente originale, se dojë edhe dokumentacion e tjere krejt ushtarëve që kanë qenë shumica pjesë e luftës, edhe së mos luftës në koshar. Një kopje të arkivit të Ministrisë të Mbrojtjes e posedon edhe NATO. Edhe NATO? Po, se na kemi qenë në koordinim sistematik të rregullt, domethënë. Një kopje kanë edhe ata strukturës kompleta, ashtu që edhe nëse i kanë shtu apo rritë numrat pas luftës të veteranëve në vitin 2015, dihen saktë, ata e dinë saktë sa kemi marrë pjesë. Si në shtabet e Ministrisë të Mbrojtjes, si në shtabin e përgjithshëm të QK-s, si në shtabet e zonave apo të brigadave, se pas luftës si në shtu komandantët. Unë kisha falenderuar shumë që keni gjetë kohën sonte me qenë pjesëmarrës. Faleminderit shumë se jemi minutat e fundit e përfundit kështu me mbyll. Tyre faleminderit shumë kohën. Respekte, faleminderit shumë. Masa fat faleminderit shumë, respekte, faleminderit. Faleminderit edhe grupit, faleminderit shikuesve për fund. Sjellën mbylljet atë mirë bashkë me grupin. Edhe me Nikon. Berati, Korça Manastiri, apo Roza Foti, butrin ti harruar me Apollonin, ruja e bekuar me apo tjera grin. Cili është maj bukur, Dulcia Berati, Korça Manastiri, apo Roza Foti, butrin ti harruar me Apollonin, ruja e bekuar me apo tjera vin. Zoti e ka thonë motra edhe bia, ke vetëm një non, po ajo është Shqipnia. Zoti e ka thonë motra edhe bia, ke vetëm një non, ajo është Shqipnia. Beja Gjakova, mos harojmë Prizrenin, krye qytetin ton, ata në Preshevë e Shqipëri thojnë. Cila është më e bukur, strugavat e tova, plova me gucin, Beja Gjakova, mos harojmë Prizrenin, krye qytetin ton, ata në Preshevë e Shqipëri thojnë.
Zoti e ka thonë botrave dhe bia, ke vetëm një non, o ajo a Shqipnia. Zoti e ka thonë botrave dhe bia, ke vetëm një non, ajo a Shqipnia. Nga Tirana, erdha në Prishtinë, erdha nga Saranda, te Fuqini mrim. Lidhje perëndim, juge dhe veri, është dhe ujon e nona Shqipëri. Nisun nga Tirana, erdha në Prishtinë, erdha nga Saranda, te Fuqini mrim. Lidhje perëndim, juge dhe veri, është dhe ujon e nona Shqipëri. Zoti e ka thonë botrave dhe bia, kem vetëm një non, o ajo a Shqipnia. Zoti e ka thonë botrave dhe bia, kem vetëm një non, ajo a Shqipnia.